Në kujtim të tyre të shpalosëm këtë pllok për shkak se duhet të jetë e paharruar sakrifica dhe gjaku i derdhur i qytetarëve shqiptar edhe pas çlirimit të Kosovës dhe prezencës së KFOR-it në Kosovë. Ata u vranë civil të pafajshëm dhe fatkeqësisht edhe të atë natë ato dy net të pambrojtur, vetëm e vetëm pse ishin shqiptar dhe ishin rikthyer në shtëpit, banesat dhe pronat e tyre. Ne sot në pjesën e urës së re përkombësor që i kontribon paqes edhe stabilitetit edhe frymimit më të lirë të Mitrovicës, dëshirojmë që të kemi edhe një mesazh të përqojmë për gjithë gjeneratat që vinë, që liria e Kosovës, po edhe pjesa e normalitetit në veri, fatkeqësisht edhe pas çlirimit të Kosovës, është dashur që të derdhet gjak nga qytetar civil, pafajshëm, pambrojtur, duke përfshi edhe pleq edhe fëmijë. Fatër saj ka qenë në ime, se ja brashi. Atë natë ka qenë një natë e tmerrshme, për arsye se është bërë prezencën e forcave të KFOR-it ato nikut, realisht afër 6.000 pas përfundimit të luftës. Ka qenë e organizuar shumë mirë nga ana e strukturave serbe për pastrimin etnik të shqiptarëve. Ka qenë një natë e tmerrshme, realisht vrasjet janë bërë pa dallëmërie, pa dallim moshe, në mënyrën më barbare, me bomba, me anë ftofta dhe me gjithçka që kanë mundë ata, si janë pak edhe pjesën e emocionuar sa i përket kësaj teme për foli se kam qenë moshë 3 13 vjeçare, atë kohë nuk e kujtoj shumë mirë.